kemi një, për shembull, besimtar i cili mund të bjerë në një mëkat caktuar. Mund të jetë i vogël, mund të jetë i madh, mund të jetë i rënd, por gjatë gjithë kohës shpirti i tij, domethënë ndërgjegja e tij nuk e lë rahat, e ngacmon. Edhe ai nuk ndihet fare rahat dhe nuk është komod. Derisa të vi momenti që ai do të pendohet e të çlirohet nga kjo peshë që e ka zënë. Dallimi midis këtij personi dhe një hipokriti është që hipokriti nuk e vret mendjen fare, nuk don t'ia di fare që shahu filanin, ja vodhi pasurinë filanit, apo ofendoi dikë, apo dhunoi dikë, apo bëri një mëkat të madh, i hyrin hak njerëzve, nuk e vret fare ndërgjegje pra. Kjo është pjesa ku u bë dallimi midis një hipokriti dhe një besimtar të vërtet. Padyshim, desha të shtoj edhe këtë pjesë që në qoftë se një besimtar ose një person që është besimtar bie në mëkat, vënon në pendimin e tij, bie në një mëkat tjetër dhe kështu vazhdon fillon bie në mëkate, hipokrizia fillon me mëkatin dhe me mosmbajtjen e premtimeve. Pra bërja e mëkateve her pas here dhe mos fillon gënjen. Pra nuk mban premtimet. Po nuk mban premtimet, fillon gënjen, kështu fillon hipokrizia. Derisa një person i tillë që bie në mëkate dhe nuk pendohet, ai hyn në një fazë që quhet normalizimi me mëkatin. Ku mëkati bëhet diçka normale tek ai dhe ai fillon, zemra e tij fillon nuk ndjen më peshën e përgjegjësisë apo të pendimit, apo ndërgjegja e tij nuk është më e pastër, nuk e ngacmon brendia e tij që shikon se ti je mbuluar me mëkate, tash ti nëse je besimtar, ti shpreson të fitosh xhenetin, shpreson ta kënaqësh Zotin tënd me punë të mira, do të pendohesh se kështu rrezikon etj. Në momentin që besimtari fillon dhe nuk e vret mendjen për këtë, ai ka hyrë në një fazë, mund të themi fillestare, të hipokrizisë, drejt asaj hipokrizie që profeti Muhammed alayhis salam na e ka cilësuar dhe thot, sepse mëkatet të bëjnë që ti në radhë parë kur do fillosh të gënjesh. Se do pyetesh për këtë, këtu isha u fala, këtu u bëra atje, po këtu agjërova. Do fillosh të justifikosh veten se ti në syt njerëzve je diçka tjetër. Atëherë do detyrohesh të gënjesh për të mbuluar mëkatin. Gjëja e parë që bën hipokriti, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot ayatul munafiqi thalath. Thot tre janë shenjat e hipokritit, thot. Idha haddath kadhab. Thot nëse flet, thot gënjen. Pse do gënjej ai? Çfarë interesi ka? Hipokrizia është ai ose është një person që në origjinën e vet nuk është fare besimtar, ja ka vulosur Zoti zemrën, ai është jo besimtar, hipokrit, shfaqet si musliman, si besimtar dhe këtë brenda është armik i fesë. Me këtë s'kemi punë. Kemi punë me personin i cili është zhytur në mëkate dhe për të justifikuar mëkatet dhe veten e tij fillon në gënjen, fillon me gënjeshtrën. Idha haddath kadhab, thot, nëse thot ai flet, gënjen, thot. O idha wa'ada, thot akhlaf. Nëse thot mban premtime, jep premtime njerëzve, thot çfarë bën, fillon edhe premtimet nuk i mban më. Do vi këtu, do shkoj atje, shiko se kam këtë, fillon e justifikohet, nuk i mban premtimet, u bën dy. Dhe treta që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot u idha tumina khan. Dhe kjo është e rrezikshme, kjo është shumë e rrezikshme, që tregon që nëse të treja shenjat ndodhen tek ai, do thotë që ai është hipokrit, tamam hipokrit. Thot nëse i lihet diçka amanet, ai e tradhton amanetin. Që do thotë që është njëri pa besë. Nëse njeriu arrin tek pabesia, prej tij mund të presësh çdo gjë të keqe.